Rritje me 44.5% e çmimit mesatar të shitjes së banesave, rritje e çmimit të qirave, rënje e pronave të pashitura, rënje e kohës mesatare të shitjes në rang vendi, por vështirësimi i shitjes së një prone në Bregdet. Çfarë po ndodh me tregun e pasurive të paluajtshme? Pse kemi një rritje galopante të çmimeve të shitjes dhe qiras së banesave? Duhet kuptojmë që në vitin 2024, në maj të 2024, u hodh në treg propozimi i deputetes Gjula Meti për sa i përket procesit të rivlerësimit. U krijua pritshmëria që ky rivlerësim do të ndodhte, madje të ndodhte shumë shpejt brenda shtatorit. Rivlerësimi nuk ndodhi asnjëherë dhe nuk ka për të ndodhur të paktën deri në 2026. Në këtë moment, për shkak të procesit të rivlerësimit të munguar një pjesë e mirë e pjesës ofertës e rishitjeve të apartamenteve, pra po them ajo pjesë e tregut e cila e ka prona me hipotekë dhe i hedh në treg, pra që quhet rishitja, e troqi të gjithë sasinë e pronave deri në zbardhjen e vendimit për sa i përket normës së re të tatimit të fitimit kapital ose të procesit të rivlerësimit që nga 15 duhet zbiste në 3 ose në 5. Kërkesa vazhdoi të ishte stabil gjatë 2024, madje ka qenë fuqizuar dhe nga sektori bankar që pati një rritje 14-15% të paktën të stokut deri në 17% të kredisë re që kapi nivelin e 550 milionë eurove. Kjo kërkesë është detyruar të shërbehet dhe të konsumohet nga stoku i ndërtimeve të reja, i cili ishte i vetmi stok në treg, por që fatkeqësisht del të paktën 20-30% më shtrenjtë se sa tregu i rishitjes. Tregu i rishitjes kryesisht janë pronat që janë ndërtuar para vitit 2015-2016. Stoku i ri është stok i ndërtuar në vitin 2021 deri në vijim, deri në 2024 dhe në vijim, por që në të vërtetë janë ndërtime më cilësore në lokacione më të mira, por që vijnë shumë më shtrenjtë. Për këtë arsye është përjetuar dhe është perceptuar që tregu është rritur me 44.5%. Do t'i ndajmë në dy zona, pjesa e Tiranës dhe pjesa e Bregdetit. Pjesa e Tiranës patjetër me një stok, po them me një ofertë shumë më të ulët dhe pa konkurrencë dhe me një kërkesë e cila ka qenë duke u rritur dhe fuqizuar nga sektori bankar, patjetër që pronat do të tregtohet më shpejt, sepse nuk ke alternativa zgjedhje, ke atë pronë që ke përballë me ato kushte që të vinë, në vend që të kishe 5 alternativa, të kanë ngelur vetëm 2 ose 3, ndërkohë që përballë ke kërkues, ke 5 apo 10 blerës potencial, këta do të luftojnë dhe do të tregtohet shumë më shpejt kjo pronë që është gjendje. Ndërkohë që nëse flasim për pjesën e Bregdetit dhe kjo lidhet edhe me prezencën e blerësve të huaj, të cilët në 2024 sipas Bankës së Shqipërisë ka qenë me rënje, patjetër fenomeni i rivlerësimit ka ndikuar, sepse blerësit të huaj dhe pjesa e Bregdetit është përballur po me të njëjtën fenomen, pra nuk ka pasur pronë rishitje, ka pasur ndërtim të ri. Dhe një ndërtim i ri, sidomos kur targeton blerësit e huaj, është më i vështirë për t'u tregtuar, merr më shumë kohë, kërkon kapitale më të mëdha dhe merr më shumë kohë për shkak të mungesës së dokumentacionit. Kur them mungesë dokumentacione, normalisht blerësit e huaj blen prona të rishitjes, të cilat janë prona me certifikat. Pra, atë investim që do bëj 150, 200.000 apo më tepër euro, do ta ketë të kopësitur me dokumentacion me certifikat pronësie. Tregu i apartamenteve ose prona me certifikat pronësie në 2024 dhe në vijim vuan për shkak të barës 15%. Pra nuk është se ka një ofertë. Oferta që është në treg dhe në Bregdet janë ndërtimet e reja, të cilat patjetër do të marrin më shumë kohë derisa blerësi huaj apo ata të cilët investojnë në Bregdet të mund të jenë të garantuara për investimin e tyre. Janë rritur çmimet për shkak të presionit inflacionist dhe për shkak të pritshmërive që kishte që do të bëhet rivlerësimi dhe në fund qytetarët u gjendën përballë një rivlerësimi të pa bërë, një premtimi të pambajtur dhe një alternative të munguar, kështu që prandaj janë rritur çmimet, ndërkohë që nëse flasim për numrin e pronave të pashitura, po, sepse nuk ke më, do të marrim për shembull, nuk ke më 100 prona gati për të shitur, siç ishte para rivlerësimit, por pronat të cilat presin rivlerësim janë tregjur nga tregu, i ke shërbyer po të njëjtës kërkesë dhe raporti ka ndryshuar, më pak prona gati për të shitur me të njëjtën sasi të pronave të cilat janë shitur, do të thotë që pjesa që kanë ngelur pa shitur është shumë më pak më e vogël. Çmimit e qiras ka dy fenomene pse janë rritur. E para, për shkak të sektorit turizmit, pjesa e Airbnb-s ka vazhduar të performojë dhe ka trequr prona nga stoku i qirave afatgjata. Në të njëjtën kohë, gjendet përballë një tregu i cili për shkak të mungesës së rivlerësimit nuk kishte alternativë zgjidhje, ose do duhet të shkonin në apartamente që kanë një çmim më të lartë dhe kur ti investon në një apartament me çmim më të lartë, patjetër që këtë do të tregosh në tregun e qiras me një qira mujore më të lartë, ose ajo pjesë e tregut e cila nuk është shërbyer me alternativa ekonomike, është detyruar të kthehet mbrapsht dhe të reflektojë të gjithë presionin e vet në një treg qiraje që tashmë vuante për shkak të sektorit të Airbnb-s.
Kështu që është më se normale që tregu qira të ketë përjetuar rritje për shkak të Airbnb-s, mungesës së procesit të rivlerësimit dhe mungesës së një alternative ekonomike. Tregu duke që nuk ka përjetuar një rënje, patjetër për shkak edhe të sezonit të zgjedhjeve që kemi, pra sezoni politik që kemi, por edhe për shkak se përsëri pjesa e rivlerësimit është riartikuluar që do të ndodhi dikur në 6 muajin e dytë të 2025-s, besoj që jemi në të njëjtat kushte se 2024 duke vuajtur nga premtimet të cilat jepen dhe nga një paqartësi se kur do të ndodhin. Kështu që nuk ka një ngadalësim të tregut, ka një moment stagnacioni në këtë moment për shkak të pjesës të procesit zgjedhjev. Besoj që në momentin që mbaron procesi i zgjedhjeve dhe shikojnë qartë edhe kushtet janë forcat që do drejtojnë vendin, edhe politikat që ato do të ndërmarrin, besoj që tregu do të rikthehet në normalitet.